Si është e mundur? Përse çdo njeri që prek orbitën e Edi Ramës përfundon i korruptuar? Në asnjë shtet normal, në asnjë demokraci që e respekton veten, nuk ka ndodhur fenomeni i frikshëm që ka ndodhur në Shqipëri gjatë 12 viteve të fundit. Çdo individ që afrohet pranë Edi Ramës, çdo politikan që merret në mbrojtjen e tij politike, përfundon në hetim, në burg ose në Arati. Ky nuk është më rastësi, nuk është më koincidencë, nuk është më fat i keq i individëve. Është sistem. Një sistem i projektuar, i ngritur, i kontrolluar, i kultivuar. Dhe pikërisht këtu ngrihet pyetja që po e vret Shqipërinë. Si është e mundur që të gjithë të jenë të korruptuar? Përveç atij që i komandon? A ka logjik? A ka matematik që e justifikon këtë? Një, kryebashkiakët e Ramës. Më shumë në burg sesa në përzyrat e bashkive. Precedent i pa precedent. Nga veriu në jug, një listë që sot ngjan si regjistër burgu. Kryebashkiak të arrestuar, të shkarkuar, të dënuar, të aratisur, të provuar për aferat më banale dhe më primitive të korrupsionit, dhe të gjithë të zgjedhur të emëruar, të promovuar nga Edi Rama. A ka ndodhur kjo ndonjëherë në historinë e ndonjë vendi të Europës? Nëse 10 nga 10 ushtarët e tu plagosen për shkak të njëjtit urdhërues, problemi nuk është te ushtarët, problemi është tek komandanti. Dy zëvendës kryeministra nën hetim, dhe asnjë reflektim nga kreu i qeverisë. Një skandal që në një vend normal dorëzonte qeveri brenda 48 orësh. 2 zëvendës kryeministra të Ramës, të dy nën hetim për korrupsion. Dhe çfarë bën Rama? Hiqet sikur nuk ka lidhje, sikur këta njerëz ran nga qielli, sikur u përzgjodhen vet. A mund të jetë rastësi? Kur e njëjta gjë ndodh vazhdimisht në të njëjtën qeveri me të njëjtat modele, nën të njëjtin udhëheqës, kjo nuk është më rastësi. Kjo është përgjegjësi direkte. Kjo është strukturë. 3 ministra avë ministra drejtor, borde, të gjithë të kapur nga SPAK. Sa ministra të Ramës janë arrestuar? Sa drejtor? Sa kryebashkiak? Sa avë ministra? Lista është aq e gjatë, sa një ditë mund të botohet si një enciklopedi e korrupsionit institucional. Në çdo normalitet politik, një kryeministër me këtë bilanc do të ishte dorëhequr minimalisht 8 herë. Por në Shqipëri, ai dele na thot të mos nxitojmë në gjykime, ndërsa gjykatat, provat dhe hetimet flasin vet. 4. Pyetja që Europa refuzon ta bëjë. Pse të gjithë rreth Ramës kapen për korrupsion, por asnjëherë nuk prekjet ai që i emëron? Europa i sheh të gjitha. Raportet e saj janë të mbushura me fakte, me alarme, me paralajmërime. Por pastaj, stabilokracia mbyll syt. Ai mban kufit, thon. Ai garanton qetësinë për shpëritin. Ai është i dobishëm, nënkuptojnë. Ndërkohë Shqipëria paguan, me varfëri, me emigracion, me institucione të kapura, me njerëz të zhgënjyer. Në çdo vend normal, kur korrupsioni shpërthen në çdo departament, në çdo bashki, në çdo zyrë, gjurmat të çojnë te qendra e komandës. Nuk ka sistem që kalbet vetëm në periferinë e tij. Kalbja vjen nga rënja. 5. SPAK dhe Gjiko. Pse nuk prekin majën? SPAK ka arrestuar qindra të korruptuar, por njerëzit e din të vërtetën që nuk thuhet me zë. E frikshme është maja, jo baza. Nuk ka mënyrë logjike që një qeveri e kapur rreth e rrotull të jetë krejtësisht e bardhë vetëm në qendër. Nga ana matematikore, kjo është e pamundur. Nga ana politike është qesharake. Nga ana morale është fyerje. 6. Dhe ja pyetja finale, ajo që duhet të jetë titular në çdo gazetë europiane. Si është e mundur që në rrethin e një njeriu, 90 njerëzve bien në korrupsion, por ai që i zgjedh, i mbron, i promovon, mbetet i paprekur? Kjo pyetje është bomba që askush nuk ka guximin ta shpërthejë. Kjo pyetje është pasqyra që Europa shmang. Kjo pyetje është prova logjike që sistemi nuk është i kapur rastësisht, por është prodhuar. Dhe çdo prodhim ka një prodhues. Çdo piramid ka një maj. Çdo kult ka një centralizim. Shqipëria nuk ka nevojë për përgjigje të stërholluara. Ka nevojë për drejtësi që shkon deri në maj, jo vetëm në këmbët e piramidës.